Në vitet e fundit në mbar Europën ka nisur diskutimi për luftimin e skllavërisë moderne, një term i ri të cilin pak njerëz e njohin, por çka nënkupton termi skllavëri moderne? Njerëz të varfër nga vende si Bangladeshi, Afganistani, Siria apo vendet e tjera punësohen në vendet e pasura me paga të ulta dhe me kushtëzime. Gra të cilat punojnë në shtëpitë të pasurve pa asnjë rregull të punës apo punëtorë që punojnë në ndërtimtari me paga të ulta dhe pa kushte të punës. Këto janë sinjalet e para që tregojnë që në një vend ka skllavëri moderne. Por si funksionon skllavëria moderne? Nga vendet e varfëra, punëtorët kontraktohen me kontrata pune. Zakonisht, kontratat përdoren për të garantuar atyre viza dhe leje të punës në vendet ku ata punësohen. Në ditët e para, punëdhënësit paguajnë vizat e biletat e aeroplanit, ndërsa në këmbim të kësaj, punëtorët nuk guxojnë ta braktisin punën për vite me radhë. Në skllavërinë moderne, punëdhënësit kushtëzojnë paga dhe i paguajnë ato në fund të kontratave apo disa vite më vonë. Si rrjedhoj, punëtorët janë të obliguar që domosdoshmërisht të punojnë në kushte të rënda dhe pa mundësi të lëvizjes nga vendet e punës. Në vitet e fundit në Kosovë janë regjistruar disa qindra qytetarë nga vendet e varfëra të cilët kanë marrë viza dhe leje pune në Kosovë. Nëse vëreni që bizneset apo pronarët e shtëpive abuzojnë në punëtorët që vinë nga jashtë, ju duhet t'i raportoni ata. Skllavëria moderne është ndaluar me ligj dhe autoritetet janë të obliguara ta parandalojnë atë. Raportoni secilin rast në platformën për raportimin e shkeljeve të drejtave të punëtorëve në kallzo.com.